Pra, sepse firo ekonomike është këtu që ne importojmë mish shumë, i cili është produkt i shtrenjtë, dhe produkt cilësor për shëndetin, Qesim do madhe me 1.000 lekë dhe me blej 1 kg speca, nuk ushqim proteinik. Është ushqim me bazë proteinike. Ne kemi dhe problemin e brenda tregut, sepse ne për shembull edhe vetë si konsumator, se nuk e kam gjithë çështjen se shteti nuk zgjidh gjithçka. Tregu zgjidh gjithçka. E qartë, e qartë. Pra, konsumatori fillon ankohet për 1 litër qumësh që i bën 1.500 lekë, dhe ndërkohë shkon blen 7.000-8.000 lekë, ato që shijat që tata po fikun, Me kam blerë. Po lezet 1.500 Edhe me 30 ore. Po, si thush, produkti vendas është i limituar dhe është një produkt që duhet kërku më shumë nga konsumatori. Pra, bën pazar të qumshi dhe nuk bë ka pazar të qershia, pra. Pra, bën aty tregohet pazar më. Po jo, tregohet i lirë të qumshi, pra, sepse thotë shtrenjtë qumshi, dhe ndërkohë blen kilen e qershijave, që është një frut. Do me thënë fajnë ka konsumatori. Nuk është jetik, Por pra, sa është konsumatori kile duhet të qershi? O, profesori, kile qershi sot është 1.200 lekë vjetra. Ku më? Po të themo maksimumin Tiranë të 2.000. Të lutem, maksimumin Tiranë sot do 2.000. Ajo, prodhimi i hershëm në gjithë botën. Po, litrin e qumshit e fermeri ja merr me 500 lekë, pra, tu është problemi. Po të thash, fermeri duhet po pranaj dhe shteti, po jep 10.000 euro, prit, po jep 10.000 euro për blektorët e ri, po jep për lopët, po jep për viçat, po jep për dosat, po jep për gjithë. Skema e mbështetjes është sepse kuptohet që ka qenë është barazuar me Kosovën? Është përmirësuar shumë. A e kupton? Është barazuar me paratë që jep Kosovën tani, po su krahasove edhe me Kosovën. Po je më mirë për Kosovën. Lutem, ti për prodhimet që bën Kosova. A e kupton ti që këto skema që po përmendi ju sot janë shumë mira? Këto skema që po përmendi ju sot janë Këto skema që po përmendi ju janë shumë mira. Po duhet ishin bërë në vitin 1996. Jeni 30 vjet me vonesë. A kupton apo? A e kupton çai keni bërë ti vendi apo? Për shembull, sepse në kohën jemi direkt televizion, se isha duke thënë që i keni bërë këti kombi gjithë. Profesor, mbi 40 milion euro. I keni qërë këti kombi. Në kohën e Partisë Demokratike s'është bë nuk vaditet 1 gram sot. 1 gram s'vaditet. Pse? Gjithë ato fonde ikën dhe unë Sa është e vërtet? Kam qenë vjet supervizor në projektin e menaxhimit të ujrave. Në Mezëqe ke qenë ti? Kam qenë supervizor në projektin e menaxhimit të ujrave. Çdo vit $44 milion për të ujitur Shqipërinë. Në kohën e Partisë Demokratike. Në kohën e Partisë Demokratike. I shkatruat ju. Kush i shkatruat? Kur fillon përmbytjen në Shqipëri? Kush i shkatruat? Kur fillon përmbytjet? Nuk u hitet sot. Përmbytjet në Shqipëri fillon para 13 vjetësh. Vend të dy në Çerm. Përmbytjet në Shqipëri filluan para 13 vjetësh kur e morët ju pushtetin. Partisë Demokratike që nuk ka as patitje dhe nuk ka as mbështetje. Përmbytjet filluan në Shqipëri kur e morët ju pushtetin. Keni përmbyt Vlorën, keni përmbyt Korçën, keni përmbyt Tjerin, keni përmbyt Durrësin, keni përmbyt Tiranën. Tani, këtë tema, Enriko, Ti u tjetër sove. po se